Mirë se vini në një udhëtim përmes Shqipërisë dhe Kosovës, dy vende të lidhura thellë nga trashëgimia e përbashkët e pasur dhe kultura e gjallë. Këto dy vende, të vendosura në zemër të Ballkanit, ofrojnë një përzierje tërheqëse të historisë së lashtë, peizazheve mbretësëlënëse dhe jetës së rehatshme moderne. Shqipëria dhe Kosova ndajnë lidhje të thella historike, kulturore dhe gjuhësore, të rrënjosura në trashëgiminë e përbashkët shqiptare. Në Kosovë, mbi 90% e popullsisë, rreth 8 milion njerëz janë shqiptar etnik dhe shqipja njihet si gjuhë zyrtare. Momente kyçe historike, si Liga e Prizrenit, një lëvizje e rëndësishme në nacionalizmin shqiptar, u krijua në Kosovë, duke theksuar të kaluarën e tyre të përbashkët. Sot, Shqipëria dhe Kosova mbajnë marrëdhënie të afërta, vëllazërore, edhe pse Kosova qëndron si një vend i pavarur. Diskutimet publike vazhdojnë rreth idesë se një kombi shqiptar të unifikuar kundrejt dy shteteve të pavarura sovrane. Për udhëtarët, Shqipëria ofron rivjerën shqiptare mahnitse, me ujërat e saj të kaltër dhe plazhet e gjalla si Dhërmi dhe Lukov, të përshtatshme për relaksim dhe jetën e natës. Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë, është një qytet i gjallë i njohur për çmimet e përballueshme, kafenet e gjalla dhe atraksionet kulturore të ndryshme. Berati, një trashëgimi botërore e UNESCO-s, tërheq me arkitekturën e saj historike unike, shpesh quhet qyteti i mirë a dritarëve. Gjirokastër, një vend tjetër i UNESCO-s, ka shtëpi unike prej guri dhe një histori të pasur, ndërsa Alpet shqiptare të paprekura të ftojnë aventurierët për ecje në natyrë. Butrint, një qytet i lashë grek, ka rrënoja të ruajtura mirë dhe është gjithashtu një sit i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, duke ofruar një shikim në antikitë. Kruja, me kalatë e saj historike, qëndron si një simbol i rezistencës shqiptare dhe krenarisë kombëtare. Duke u zhvendosur në Kosovë, Prizreni shkëlqen si kryeqyteti historik dhe kulturor, i njohur për qendrën e tij të bukur dhe festivalet e gjalla. Prishtina, kryeqyteti, është një qendër e kreativitetit me kafet, artin në rrugë, restorantet dhe atraksionet si monumenti i të porsalindurit dhe muzeu i Kosovës. Bryka e Rrugovës ofron shkëlqim të papërpunuar dhe mundësi të pabesueshme për ecje në natyrë, ndërsa Peja shërben si një port hyrjeje në natyrë pranë patriarkatës së mbrojtur nga UNESCO. Gjakova ka një treg të bukur dhe punëtori artizanale dhe Brezovica ofron një resort të njohur skish në shpatet e malit Shar. Akronim, Shqipëria tregon stabilitet politik me zgjedhje konkurruese, edhe pse polarizimi politik dhe përpjekjet për të luftuar korrupsionin mbeten sfida të vazhdueshme. Ekonomikisht, Shqipëria po përjeton rritje në turizëm dhe po zhvillon aktivisht sektorin e agriturizmit. Megjithatë, vizitorët duhet të tregojnë kujdes të shtuar në Shqipëri për shkak të krimit. Kosova përballet me sfida të ndërlikuara politike, duke përfshirë procese të bllokuara të formimit të qeverisë dhe kriza institucionale që ndikojnë në miratimin e buxhetit të saj për vitin 2026. Vazhdimi i tensioneve me Serbinë përfshirë krizën në veri të Kosovës, barikadat, protestat dhe çështjet me targa dhe kontrollin kufitar vazhdojnë të jenë shqetësime të rëndësishme. Pavarësisht këtyre sfidave, Kosova po ndjek aktivisht statusin e kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Lidhja midis Shqipërisë dhe Kosovës shënohet nga bashkëpunimi i ngushtë me marrëveshje që synojnë unifikimin e politikës së jashtme dhe krijimin e një zone ekonomike të përbashkët. Ka mbështetje të fuqishme mes shqiptarëve etnik në të dy vendet për bashkimin përfundimtar. Lidhjet midis Shqipërisë dhe Serbisë, si dhe Kosovës dhe Serbisë, mbeten të tensionuara, kryesisht për shkak të shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve janë në vazhdim përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, duke trajtuar çështje si kalimet kufitare dhe administrata doganore. Akronim, Shqipëria e sheh pavarësinë e Kosovës si një faktor kyç për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Musica tradicionale e gjallë shqiptare, shpesh duke përfshirë instrumente si çifteli, flauta dhe tambura, është një dëshmi e mozaikut të pasur kulturor të këtyre tokave. Nga bregdetet mahnitse deri te qytetet e lashta dhe peizazhet komplekse politike, Shqipëria dhe Kosova ofrojnë një përvojë vërtet unike dhe tërheqëse.